السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جبل حراء الذي نزل أمين السماء جبريل عليه السلام على أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. في هذا اليوم الجميل أرى هذه الوجوه النيرة، هذه الوجوه المبتسمة، هذه الوجوه الجميلة التي نورها الله بالإيمان. فأهلا وسهلا بكم. Kjo është zona e malit të dritës, që njihet ndryshe edhe zona Hiras, ku në këto ambiente është ndërtuar një kompleks turistik, siç edhe shihet, edhe ku tashma në atmosferën e festës kombëtare të Arabisë Saudite, ato kanë kriju këto modele të komunikimit të breznive, pra arabët e vjetër me arabët e themelimit të kësaj mbretërie, që komunikojnë me njëri tjetrin dhe komunikojnë me breznit e sotme. Është një përzierje shumë interesante e fetares me kombëtaren. Edhe është një përpjekje për të nxitur tek brezi i ri dhe tek njerëzit respektin për tokën, respektin për kombin, respektin për trashëgiminë shekullore, edhe kjo patjetër që është diçka shumë e bukur, edhe që i shërben më së miri gjithë secilit njeri për ta dashur më shumë vendin e tij, për ta dashur më shumë tokën e tij, për ta dashur më shumë fenë e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikurse e kemi përmend në disa raste, ka urdhëruar dhe ka thënë që duni tokën sepse ajo është nëna e juaj. Dhe ajo do të dëshmoj për veprat tuaja në ditën e gjykimit. Kështu edhe ne jemi të urdhëruar me dash tokën tonë, me punu për interesin e vendit tonë, me bashkëmos që me ndërtu vlera dhe me erujt të vjetrën, me erujt tabanin, mos me deviju nga tabani, për te zhvillimit. Pra shumë bukur kur t'ishe këto ndërtime të reja edhe këtë zhvillim shumë të bukur, i cili përzin tradicionalen me vlerat e të vjetrës, me zhvillimin e kohëve cilat ne jetojmë. Ja dhe Hiraja atje. Hiraja ku para 15 shekujsh në atë vend Gjibril Emini vinte dhe i thoshte pejgamberit alayhi salatu wasalam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Dhe imagjinoni pejgamberin alayhi salatu wasalam që thoshte i tronditur edhe i habitur që unë nuk di të lexoj. La ilaha illallah. Dhe pejgamberi që zbret nga ai mal i bekum edhe vrapon dhe thot teksa ktheja kokën pas e shihja që Gjibrili kishte hap krahët e tij që mbolonin krejt këtë horizont. Do të imagjinoni për pak. Quhet mali i dritës, edhe patjetër që nga ai moment bota u ndriçu, edhe bota mori një pamje tjetër, pamjen e dritës, dashnisë së pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, dritën e Kur'anit, dritën e zhvillimit mi bazën e udhëzimit kuranor, e për shekuj e shekuj ajo dritë u përhap në mar globin dhe vazhdon të përhapet edhe sot e kësaj dite. Edhe ne jemi fatlum që si shqiptar e kemi përqafu këtë dritë të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam dhe vazhdojmë të punojmë, të angazhohemi që ta përhapim tek brezat njëri pas tjetrit për të trashëguar kjo e mirë dhe kjo begati dhe kjo dritë e pashuar deri në ditën e fundit. Shihoni këto pamje, shikoni njerëzit se si njiten drejt Hiras, ndoshta edhe për të përjetuar atë mirësi të madhe dhe atë bekim me të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam u përball këtu 15 shekuj më përpara, ndoshta për të përjetuar përshpirtjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam në atë vend,
ndoshta për të marrë një kujtim, për të bërë një mesazh, për të bërë një foto, për të thënë edhe unë jam njët dikur në Hira. Mirë po meseleja nuk është me unjit në Hira, meseleja është me qëndru besnik i mesazheve të Hiras, edhe mesazhet e Hiras janë veçimi me Allahun Azza wa Jell, përkushtimin ndaj Allahut Azza wa Jell, qëndrimi besnik ndaj Kuranit famlar, qëndrimi besnik ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Le të mos ngjitemi fare në Hira, por le ta jetojmë Hiran në realitetet tona, ka shumë më vlerë se sa me unjit në formë folklorike. Gjithsesi, unë jam prej atyre që e du njitjen në Hira dhe jam njit në Hira, dhe sa herë që më jepet mundësia, njitem dhe e shijoj maksimalisht këtë rrugtim të paqtë, që gjithsesi më kujton pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe më lidh me për shpirtin e Zotnisë tim sallallahu alaihi wasallam.